Luca!
tu, tjetër. Se ta luajmë, ha aty. Aty e drejt. Një moment, dai. Budu në marrë në batë. Je gjysë në batë. Bravo. Vega, Giulio fa. Fute. Bravo. Vai oltre. Sì. Che buona. Guarda, rana, sprint. Op toppen. Sprint hoorde. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Juroje. Gustonga da. Gustonga da. İster. Hadi Yunus Emre, hadi. Bravo. Hadi Nani. Oldu. Ver, Beto, ver! Outro vídeo. Bravo.
Dica, ale nie te są ty, daj! Met dan. Wie? Onder trein. Wat die wat?
Hajde pra!
Sono lavori degli età.
Tre lëvizje cilat përpiqen të japin më tepër energji skuadrës në fraksionin e dytë të këtij takimi, marrë parasysh edhe Korabin që vetet në një disavantazh me një gol pas atij realizimit të Hoxhës në pjesën e parë, me topin që niset tashmë nga skuadra e Korabit në startin e kësaj pjese dytë, me tepshin që, si të shohim edhe mendimin e regjisë, merr vendin e Morinës. Spaju që merr vendin e Reçit. Dhe nga ana tjetër është edhe Alessio Alcolari, i cili është hedhur në fushën e lojës si zëvendësimi i tretë i realizuar nga Alfred Delialisi, duke marrë vendin e Kurtit. Ka shkaktuar dhe këtë faull tashmë Isteri që ndëshkohet me karton të verdh. Shumë ndryshime në startin e kësaj pjese dytë nga trajneri Delialisi. Lë të kuptohet që pret diçka më tepër nga skuadra e tij, me lojtarët me 11 startuese, e cila nuk ka arritur të plotësoj plotësisht edhe pritshmëritë e tij përgjatë 45 minutave të para të luajtura të kësaj sfide. Si u qoftë mbet për t'u parë se si do të përkthehen me lojë këto zëvendësime të realizuara nga trajneri Alfred Delialisi. Gjika
Wallace. Isteri ka shqetësimin e 2 kundërshtarëve, detyrohet të kthehet shumë pas topit tek portieri Kozi. Gjika. Isteri provoi nëpërmjet këtij topi gjatë, shkojmë mundësia Hoxha. Kuptohet ideja e Kavajasve me Korabin i cili përpiqet nisa përpara, por edhe ata e dorëzojnë shpejt topin në Hoxha. Shkojmë në ndërhyrje mjaft të ashpër tashmë nga ana e Tepshit. Do shkohet me këtë karton të verdh. Edhe në fushën e lojës në startin e pjesës dytë, vetëm 3 minuta lojë për Tepshin, i cili do shkohet edhe me këtë karton të verdh. Padyshim që pritet të jetë mjaft e luftuar kjo pjesë e dytë, marrë parasysh faktin që pikët janë një domosdoshmëri për skuadrën e Korabit për të vijuar të shpresojnë për një vend në play-off, për të gjitur në 6 vendet e para. Aktualisht është Pogradeci në vendin e 3 në kodën e 67 pikëve, Iliria 41, Besa 38, Kastrioti 36 dhe Korabi që ndjek në kuotën e 34 pikëve. Lëm për të përmendur edhe Burreli në vendin e 8 në kuotën e 38 pikë, në kuotën e 33 pikëve, i cili padyshim që ka dhe ai aspiratat e tij për të qenë në zonën e play-offit me rezultatet që dhe numrin e pikëve që do të updatehen pas përfundimit të 5 ndeshjeve të kësaj jave të 32 kategorisë parë, duke lënë kuptohet që çdo sfidë ka një rëndësi maksimale për fatet e mëtejshme të secilës prej skuadrave. Shkëm këtë top të dorëzuar në mënyrë krejtësisht pa kuptueshme Marku Puqja që arriti të largonte. Edhe një tjetër ky pasim i fortë, në fakt e vështirë për ta kontrolluar Beqja. Begaj. Një tjetër Beqja, qarkullon topin tashmë skuadra e Besës. Në përpjekje për tullur disi edhe ritmin e skuadrës kundërshtare, e cila duket mjaft agresive në startin e kësaj pjesë e dytë. Shikojmë këtë mundësi të artë, Hoxha, mundësia, Hoxha! Çfarë mundësie për të dyfishuar shifrat për Hoxhën, i cili kishte mundësinë për të realizuar dopjetën tashmë. Shikojmë edhe një tjetër një pakujdesin mbrojtje që krijon goxha probleme për skuadrën e Korabit me Hoxhën fund që kishte një shans të ardhë në këmbët e tij me të majtën e Hoxhës, e cila godeta top për ta dërguar jashtë skuadratit, pa mundur dot të ketë saktësinë e duhur për të finalizuar në mënyrën që priti Wallace. Alkolari të pikthyer shumë pas nga ana e Isterit. Kozi. Wallace. Shkëm dhe këtë ndërhyrje Alkolari pjetë nxjerrë për para tij dhe ka patur edhe faull shkaktuar më pas nga ana e Begajt. Shkëm Alkolari, krosimi, goditja në fund, ka shkuar jashtë.
një dalje e mirë, e shpejtë dhe rrezikshme e skuadrës Korabit, por pa mundur dot që të konkludohet ashtu siç duhet. Shkojmë edhe një herë tjetër Alkolari, shpejt në krahun e majt, arrin të krosoj në mënyrë perfekte drejt zonës dhe më pas kjo përpjekje për atë kthes me topin që shkon mbi kuadrat. Sa i përket përballjeve direkte të këtij sezoni, kujtoj që skuadra e Besës ka arritur të bëjë më mirë, ku në 2 ndeshje të luajtura ndërmjet këtyre 2 skuadrave përgjatë këtij edicioni të kategorisë parë, Besa ka arritur të fitojë një ndeshje, ndërkohë që një ndeshje tjetër ka përfunduar në barazim, konkretisht në ndeshjen e datës 30 gusht vitit 2025, skuadrat janë dalë në një barazim pa gola 0-0, ndërkohë që në takimin e luajtur më pas në nëntor të vitit kaluar, Besa triumfonte në shifrat 3-1. Do të ketë një goditje nga këndi tashmë në favor të Kavajasve. Është Treni i cili shkon pranë flamurit të këndit, pret duke i dhënë mundësinë edhe shokëve të skuadrës që të afrohen në zonën e rrepsisë. Janë 6 lojtarë të Besës tashmë që shkojnë drejt zonës. Gjithashtu aty pranë edhe Guacaj. Është pikërisht për të pasimi Guacaj përpiqet ta kthej, por jo në mënyrën e dur. Një nga zbulimet e akademisë skuadrës Besës, i cili tashmë është një kontribut i vyer edhe për ekipin e parë. Vetëm 17 vjeç, kujtoj që ka marrë 138 minuta përgjatë këtij edicionit kategorisë parë, sa i përket ndeshjeve të kampionatit, ndeshja e 6 që aktivizohet. Padyshim një aktivizim kaq i hershëm në një moshë kaq të re është një premisë mjaft e rëndësishme për karrierën e tij të mëtejshme. Ka humbur ekuilibrin Beqja, pa mundur dot që të vijojë më te aksionin Tepshi. Alkolari e kthen tek Wallace. Gjika. Edhe një tjetër Wallace. Vertikalizimi përpara i Wallace, ndërhyn saktë Guacaj. Isteri. Wallace. Shkojmë këtë pasim, Marku mundësi e artë, Marku realizon Taulant Marku në mënyrën më origjinale ti arrin të finalizoj ashtu siç duhet për të vendosur edhe një tjetër baraspeshën i përmbajtur në festën e tij. Alfred Deli Allisi me shifrat që barazohen tashmë pas këtij golit realizuar nga Marku. Minuta e 56, Besa 1, Korabi 1, me Taulant Markun, i cili arrin të gjejë golin e tij të 14 sezonal. Shikojmë edhe një tjetër, ka arritur të nxjerrë krejtësisht në kundrakohë Hebeën dhe më pas është një lojë fëmijësh për ta dërguar atë top drejt rrjedhës marr parasysh edhe distancën e afërt me portën.
Hoxha. Duket e karikuar dhe shumë skuadra e Korabit pas atij goli të realizuar. Padyshim që ka ngritur lart moralin e skuadrës për tentuar gjetjen e një rezultati pozitiv që të t'japte rrugën atyre për të menduar më pas për fazën e play-offit. Marku, krosimi largohet nga Beqja. Ka fall më pas, një shtyrje lehtë në Hoxhës, cili duket sikur ka një shqetësim muskular tashmë në pjesën e pasme të kofshës. Vjen ndimes dhe Alkollari. Ndjekim edhe një herë tjetër nëpërmjet përsëritjes. Bëhet nevojshme tashmë dhe ndërhyrja e stafit mjekësor, duke ardhur në ndimes Hoxhës. Shfrytëzohet ky moment edhe nga lojtarët e tjerë për t'u freskuar sadopak me temperatura mjaft ngrohta sot. Shngritur Hoxha, shikojmë një plan i parë edhe në tribunën e stadiumit. Një numër jo i vogël tifozësh nga radhët e dy skuadrave, cilat kanë ardhur për të mbështetur ekipet e tyre të zemrës në një moment mjaft kritik kampionatit, java e parafundit e tij, aty ku çdo gjë është pranë vjes finishit të këtij rrugtimi kaq të bukur dhe emocionues të këtij sezoni. Hebea. Selimi. Edhe një tjetër Hebea. Luan shkurtazi tek Puqja. Ka bon Puqja në këtë pasim. Në përpjekje për gjetur Guacajn e dërgon ato tek kundërshtarët. Alkollari, Wallace. Bën më të sigurt në tashmë duke e kthyer tek portieri Kozi, edhe një tjetër Wallace. Minuta e 60 që luhet në stadiumin Luzi Vogël, Besa 1, Korabi 1, janë golat e Hoxhës dhe Markut, cilët përcaktojnë këtë rezultat. Këtë baraspesh midis skuadrave. Wallace. Shkëm që bëhet gati edhe Redon Raza në radhët e Korabit. Janë 3 zëvendësimet kryera, por padyshim edhe me 30 minuta të mbetura do të kërkohen ende shumë energji për të marrë më të mirën nga çdo kush që do të aktivizohet. Heziton disi edhe Treni. Shkim pasimi i mirë, Treni. Rema. Guacaj. Guacaj kërkon hapësirën, pretendohet për një faull, është konsideruar gjithçka e rregullt me ancorin që ka qenë aty shumë pranë. Nuk ka patur asnjë reagim nga ana e tij, duke lënë të kuptohet që ndërhyrja ka qenë plotësisht e rregullt. Kozi. Gjika. Edhe një tjetër Kozi. Të pandryshuara mbeten edhe rezultatet në sfidat tjera që po luhen paralelisht. Kastrioti që vijon të kryesojë 1-0 përballë Luftëtarit, Kuksi që kryeson 0-1 përballë Laçit dhe Skënderbeu që gjithashtu kryeson 0-1 përballë Pogradecit.
Shkëma krosimi drejt zonës, ishte Tepshi që provoi nëpërmjet këtij krosimi. Më të pauzë dashmëri do të shfrytëzohet edhe për realizimin e këtij zëvendësimi. Mbaron këtu sfida për Nikolin Dukën. Do të jetë Redon Raza, ai që do të jetë në fushën e lojës. Bën gati edhe zëvendësimet në radhët e skuadrës Besës. Është Gjinaj, ai i cili idhet në vendin e Guacaj. Spaiu që do të marrë vendin e Trenit. Dhe Nuria që do të marrë vendin e Hoxhës. Shkon në 4 pra numri i zëvendësimeve të realizuara për të dyja skuadrat. Hebea e kthen pas tek portieri Abdullahu. Edhe një tjetër Hebea. Me dhe për të parë se çdo të cilin tashmë dhe këto zëvendësime të shumta në radhët e dyja skuadrave. Që ka arritur ta mbajë ato, po krosimi që është larguar fillimisht më pas ajo tentative dajës është e lehtë, por gjithashtu edhe bllokohet nga kundërshtarët Tepshi, shpejt, ground and might. Edhe një tjetër për të shtopi Tepshi. Delmir, skuadra e Korabit Kuka. Wallace. Marku, kthyer shumë metra pas edhe ai. Më pikë për t'i dhënë edhe ai një dorë skuadrës tij sa i përket fazës fillestare të ndërtimit dhe aksionit. Wallace. Gjika. Wallace. Minuta e 65 që luhet Besa 1, Korabi 1. Edhe 25 minuta lojë mbetura nga përfundimi i kohës rregull. Por shikojmë këtë dalje në të majt Alkolari. Alkolari ka shqetësimin e Beqjas, por vjen edhe sinjalizimi dashmë nga Ansori për një pozicion më të avancuar të Alkolarit. Pati një dyzim në momentin fillestar, momentin e shkëputjes dhe nisjes përpara të Alkolarit, por më pas vjen edhe sinjalizimi duke konfirmuar një pozicion të parregull, një pozicion më të avancuar të Alkolarit. Begaj. Bala. Shkrim aksioni që vijon në të majt. Beqa. Është Nuria aty pranë. Begaj. Gjinaj. Beqa. Beqa përpiqet të depërtojë drejt qendrës për të provuar më pas këtë pasim në thellësi në zonën e Joni Nurjes, i ardhur si zëvendësues në këto momente. 24 vjeçari, është ndeshja e 30 që aktivizohet
në këtë edicion të kategorisë parë, 1680 minuta të luajtura. Padyshim një shifër e konsiderueshme kjo. Kozi. Gjika. Marku Fede akoma më pas topi Gjika. E bon pasim Tepshi. Vjetë qarkulloj topi tashmë skuadra e Besës, minuta disit përmbajtura nga dyja skuadrat përpiqen të luajnë pa rrezikuar shumë. Padyshim që barazimi është një rezultat që mund të konsiderohet edhe pozitiv për skuadrën e Besës, duke marrë parasysh që pozicionohet në vendin e 5 aktualisht në kotën e 38 pikëve, por nga ana tjetër për Korabin normalisht kërkohet me do e mos një fitore, një 3 pikësh që do të niste goxha shpresat e skuadrës për të tentuar ngjitjen të paktën në vendin e 6, pra për të siguruar një vend kështu në play-off dhe për të vijuar më tej atë mini kampionat, për të përcaktuar një skuadër e cila do të luajë të qenë play-outit me skuadrën e pozicionuar në vendin e 8 në tabelën e klasifikimit të Abisnet superiore. Krosimi i lartë largon Gjika. Goditje nga këndi tashmë që i takon Kavajasve. Qënë dhe krosimin. Vjen një ullët në shtyllën e parë. Aksioni që vijon edhe njërë tjetër në pot njëjtin krah, por edhe në herën e dytë ai krosim që shkon në lartësi shumë të ullët, duke bërë të thjesht për lojtarët e Korabit për të mbrojtur ashtu siç duhet dhe thjesht për ta larguar atë top. Se të shpejt Korabi është në përpjekje për të surprizuar disi dhe kundërshtarët, cilët në atë moment nuk ishin të vendosur edhe aq mirë. Shkëm mundësi shumë e mirë për skuadrën e Korabit, por ai pasim në fund më i fortë se ç'duhet për Markun me Kukën, që preferoi ta lërë ato por në shokun e tij skuadrës, por që ka humbur befasinë e tij ky aksion, nuk u bëri i lehtësueshëm dhe i kuptueshëm më pas për lojtarët e Besës. Puqja. Shkëm topin më pas në të majtë sulmit. Spahiu provon dhe më pas tjetër tentativ. Akoma dhe më e gabuar. Kërkon falje për atë top të shpërdoruar, për atë goditje jo në cilësinë që pritej. Ishte ajo goditje e Begajt.
Kozi. Kuka. Edhe një tjetër për të është topi Kuka. Kuka lëviz mirë drejt qendrës për gjetur më pas edhe këtë pasim drejt Isterit Wallace. Alkolari. Isteri Wallace. Qarkullon topin skuadra e Korabit, njësër pasimesh. Pa dyshim ka patur një përmirësim në këtë aspekt, sa i përket qarkullimit topit, sa i përket rrjedhshmërisë së lojës skuadrës Korabit në këtë pjesë në dytë, duke e krahasuar atë me pjesën e parë ku skuadra shpesh ishte disi më e fragmentuar sa i përket aksioneve ndërtuara prej saj, me një zgjatje të vogël sa i përket kontrollit topit, ndërkohë që ka arritur të përmirësojë diçka në këtë pjesë të dytë. Përpo që deri në fund, por pa arritur të prodhojë diçka Spaiu. Marrë parasysh edhe vendosjen e mirë të kundërshtarëve, sidoqoftë është Besa, e cila do të ketë në dispozicion të saj këtë goditje nga këndi. Simi Nurjes shkon si një goditje në fakt, drejt për drejt në kuadrat, përpiqet të surprizoj portierin kundërshtar. Nurja tashmë duhet ta rishojmë edhe një tjetër përmjet përsëritjes, ishte kjo ndërhyrja decizive vendimtare e portierit Kozi, aty ku të gjithë në fakt ishin në pritje të një krosimi. Vjen një goditje drejt për drejt në kuadrat e Nurjes, i cili surprizon jo pak. Shkem provohet nëpërmjet këtij krosimi shtyllën e parë sa e radhe, prekja e fundit që është pikërisht e lojtarëve të Besës, e konkretisht e Beës, i cili duhet kthehet edhe një tjetër shumë metra pas në repartin e tij të mbrojtjes, aty ku ka arritur të bëjë mjaft mirë përgjatë këtyre minutave të luajtura. Wallace. Edhe 15 minutat mbetura nga përfundimi i kohës të rregullt, skuadrat që vijojnë të jenë baraspesh, një barazim 1-1. Gjika. Këthën edhe i thjerë të portieri Kozi, Wallace. Sërish për të është topi Wallace. Vertikalizon për para, i pasim me finte i mirë i Alkolarit. Kërkon të niset shpejt për para skuadra e Korabit me prekje në fund që ka qenë e lojtarëve të Besës, duke të dhënë mundësi kështu miqve që të qëndrojnë gjysmë fushën kundërshtare, duke nisur nëpërmjet kësaj mbyvënie me duar Alkolari. Wallace. Topi rikuperuar dhe shumë nga bon në mënyrë foshnjarake. Wallace me atë pasim tin, duke të dorëzuar drejtën në këmbët e kundërshtarëve. Spaiu. Puqa Begaj. Hebea. Peqa. Edhe një tjetër Hebea. Ka rritur të mbaja top në loja, lëviz bukur me atë driblim
por e ka patur të pamundur për të avancuar më tej. Beqa që ishte mjaft e mirë në fakt për të lënë pas kundërshtarin e tij. Në tentative kapitenit për të avancuar. Jo qoftë është Korabi i cili do të nisë edhe një herë tjetër. Alkolari. Alkolari e kthen pas Wallace. Përpiqet të zhvendosë lojën në krahun tjetër. Është në pritje një pasimi edhe Kuka, pikërisht drejt tij synoi ai pasim, por që është kuptuar shpejt. Kuka. Wallace. Alkolari. Për të parë një tjetër zëvendësim do të jetë kapiteni i skuadrës Mziu, ai që do të jetë në fushën e lojës tashmë për të marrë vendin e Kukës. Pidet që eksperienca e tij ndoshta të bëjë një diferencë në këto minuta të mbetura. Ishka gati për të rinisur me Korabin që ka plotësuar tashmë të gjitha zëvendësimet e tij me 10 minuta të mbetura nga përfundimi i këtij takimi, ndërkohë që Besa nga ana tjetër ka edhe një zëvendësim të mbetur në dispozicion. Alkolari. Marku. Do të luhet me topin zotrim Mziu, lexohet si ai pasimi i tij me skuadrën e Besës tashmë që ka mundësinë për të hedhur përpara nëpërmjet këtij kundërsulmi. Pasaj top që devijohet jashtë nga ana e Razës. Beqa. Nisë shkurtëzi me duar. Hebea. Të bi rukëveruar mirë nga Korabi. Mziu. Shevendosja e shokëve të skuadrës për tjetër më pas pasimin. Wallace. Alkolari. Marku, shikim këtë mundësi në favor skuadrës së Korabit tashmë. Me aksioni që vijon në të majtë Tepshi, krosimi që shkon nga drejt zonës për të larguar më pas. Nuk dorëzohet Korabi duke vijuar të qëndroj aty.
Mziu, shkëm pasimi I mirë I ty, goditja ka shkuar jashtë. Ishte Raza ai I cili provoi. Ardhën këtu sfidat e për Renën dhe do t'jetë Aivi, ai që do të marrë vendin e tij. Plotson edhe Besa pra kështu, zëvendësimet e saj. Edhe një zëvendësim I mbetur në dispozicion, I cili shfrytëzohet tashmë nga trajneri Gugash Magaj. Jemi në minutat më të eshme të sfidës, në 10 minutat e fundit të kohës së rregullt që padyshim mbeten shpesh edhe minutat më të luftuara dhe më tepër emocionuese. Beqa finte me duar e tij në të rivënie fundore e Bea. Selimi. Pasimi I mirë I tij përpara me aksionin që vijon në të majtë tashmë. Pikërisht me Aivin topi që largohet nga Nai Wallace për fallin e tij të mirë, nuk është askush nga lojtarët kundërshtar në atë zonë. Pasim fantastik ka I Mziu tashmë tregon që klasin e ka aty ende, por në fund ky top që shtyhet më tepër për forcë se ç'duhet. Shikojmë edhe një herë tjetër. Ishte kjo lëvizje arriti të linte pas kundërshtarin e tij, por e shtyn atë top më shumë se ç'duhet më pas, duke I dhënë kohë edhe portierit Abdullahu për t'u afruar pak edhe për ta marrë atë top në zotëri më pas. Beqa në këtë duel me Tepshin me këtë të fundit që preferon një rivënie anësore duke lënë atë top që të përfundoj jashtë vijave kufizuese. Alkolari. Tepshi. Mziu. Sërish Mziu. Pasimi I tij në të majt. Edhe një tjetër për kapitenin Mziu është topi. Kthem pas tek Xhika Wallace. Raza. Mziu I menjëhershëm pasimi I tij në përpjekje për gjetur edhe Tepshin. Një pasim I menjëhershëm I tij në përpjekje për të kapur ndoshta të papërgatitur edhe mbrojtjen kundërshtare. Top që shkon në krejtësisht e jashtë objektivit. Lë mundësinë edhe portierit Kozi për të nisur më pas lirisht. Beqa që kontrollon fillimisht për ta lënë edhe një herë tjetër tek Hebea Selimi. Edhe ai një nga lojtarët e ardhur nga Stoli, kujtoj që merrte vendin e Abdullahit, I cili do të linte fushën e lojës në përfundim të pjesës parë, marr parasysh edhe një dëmtim, një shqetësim që referoi në minutat e fundit të pjesës parë. Selimi.
Pasimi mirë i tij. Aksioni që vijon përpiqet të depërtoj nga qendra e skuadra e Besës. Spahiu, Begaj, Beqa, duan me njërë prapa tek Hebea. Puqa, edhe një tjetër për të shtopi Selimi. Duket e kënaqur Besa me këtë barazim, me këtë pikë të siguruar që padyshim forcon akoma dhe më tepër poziciat e saj, marrë parasysh që e mban të barazlarguar skuadrën e Korabit si një skuadër potenciale e cila tenton gjitjen në zonën e play-offit. Mziu. Njërë tjetër Mziu kombinon bukur tashmë lojtarët e Korabit Tepshi. Wallace, edhe njërë tjetër Mziu. Shkëm pasimi i tim jam interesant drejt Alkolarit në të majt. Alkolari as vështirësi për të mbajtur atë top në kontroll, bën 2 lojtar skuadrës Besës dhe ka dorëzuar topin në fund. I takon pikërisht Kavajasve. Kjo rivënje fundore me minutat që shkojnë drejt fundit. Minuta e 89 luhet, po i afrohemi edhe minutës së fundit të kohës së rregullt me skuadrat që vijojnë, qëndrojnë në barazim që nga minuta e 56 aty ku Taulant Marku arriti të gjente rrugën drejt rrjedhës duke barazuar shifrat dhe duke arritur të rikuperonte atë avantazh të krijuar fillimisht nga skuadra e Besës në pjesën e parë me golin e realizuar nga Hoxha. Beqa. Bikthyer pas tek Hebea. Selimi. Rëm top në kthyer nga kapiteni Beqa. Hebea. Begaj, Selimi. Tjenë 3 minutat shtuara në përfundim të 90 minutëshit kohës rregullt. Edhe për të parë se çfarë do na ofrojnë edhe këto 3 minuta dhe extra time-it. Gjina e këthëm pas Selimi. Edhe njërë tjetër Selimi. Hebea. Sërish topi kthyer pas topi që largohet nga Abdullahu me gjithë forcën përpara. Piqet qarkulloj sa më tepër topin skuadra e Besës tashmë për të mbajtur larg kundërshtarët edhe nga një kundërsynim i mundshëm. Marrje mirë e topit nga ana e Spahiut. Lëviz mirë me topin kontroll Spahiu. Shqetësimin e 2 kundërshtarëve Spahiu. Vegjeri niset një tjetër nga gjysmë fusha e skuadrës Besës. Dukshëm të konsumuara edhe 2 skuadrat pas 90 minutash loj, mjaft impenjative, me shumë energji të shpenzuara.
Shkojnë drejt fundit 2 minutat e para të kohës shtesë, edhe 1 minutë e mbetur nga përfundimi i kësaj sfide të javës 32 midis Besës dhe Korabit, me skuadrat që janë shumë pranë një barazimi të konfirmuar tashmë, duke ndarë nga 1 pikë me Korabin, e cila mund të provojë tashmë edhe për herë të fundit, ndoshta për të ndërtuar një aksion dhe për të tentuar të shfrytëzojë këto sekonda të mbetura. Wallace. Më pak se 30 sekonda të mbetura. Edhe një tjetër Wallace. Mziu është alkoolari aty pranë. Shkëm Tepshi. Avancon më tej skuadra e Korabit me Markun Tepshin që përpiqet të hyjë në një driblim. Ka patur një faul. Ka mundësinë tashmë Korabi për të mbyllur gjithçka, për të provuar edhe një herë tjetër shansin e tyre të fundit nëpërmjet kësaj situate standarde, me atë top që niset nga Mziu, por topi që thjesht kthehet pas dhe skuadrat me sa duket pajtohen me këtë rezultat, me këtë barazim.